Forcimi i vazhdueshëm i lekut kundrejt eurës gjatë viteve të fundit ka frenuar rritjen e çmimeve. Guvernatori i Bankës së Shqipërisë Genceko, i pyetur nga deputetët mbi këtë situatë në Komisionin për Nismat Qytetare, u shpreh se ky fenomen në tërësi ka sjellë një sër ndikimesh pozitive për ekonominë shqiptare. Nga njëra anë kemi efekt negativ në eksportues ose në qytetarët dhe bizneset që kanë të ardhurat në euro, por nga krahu tjetër ne kemi efekte pozitive në ato qytetarë që kanë të ardhurat lek dhe mbi të gjitha kemi efektin pozitiv të frenimit të rritjes së çmimeve. Natyrisht që çmimet rriten në vijimsi në terma relativ, por do të rriteshin shumë herë më shumë nëse ne do të kishim një zhvlerësim më të lartë të monedhës kombëtare. Nëse ne do të kishim një kurs fiks këmbimi, inflacioni nuk do të ishte 2.2% mesatarja, por do të ishte 6 deri në 7%. Seko foli gjithashtu edhe për masat që ka marrë Banka e Shqipërisë ndaj rritjes së kredisë për blerjen e banesave nga qytetarët. Për të pasur një frenim në një sektor të caktuar, një menaxhim të rrezikut, për pasuritë e patundshme kemi vënë këto kufizime. Në fakt, këto kufizime disa banka i kanë pasur dhe vetë para se të vinin, pra ne kemi standardizuar në një farë mënyre raportin kredi me kolateral dhe këst me të ardhurat. Pasi edhe ne vetë dim që nëse do të shkonim për kredi në një bank niveli 2, nuk do të na financojë 100% e pronës me vlerën e kolateralit edhe para se Banka e Shqipërisë të vinte këto kufizime. Këto janë disa kufizime për të standardizuar dhe për të shmangur disa kreditime nga bankat që janë mbi optimiste, over optimiste që i themi. Për sa i përket digitalizimit të shërbimeve, guvernatori u shpreh se është bërë një punë e mirë në këtë sektor, duke veçuar antarësimin në SEPA si një hap të rëndësishëm drejt standardeve europiane që ka ulur ndjeshëm kostot e transfertave ndërkombëtare për qytetarët.